Sot pas 2 vitesh, çfarë ka ndryshuar për mirëditoret në Bashkinë e Mirditës që ata të mendojnë se okay, ne bëjmë atë që duhet? 2 element thellësisht jetik për mirëditorët ose sot për sot për mirëditën janë që është problem madhor, e para është papunësia dhe e dyta mungesa e investimeve. Të dyja këto do ndryshoshin shumë gjëra. Ju dinit kur kandiduar që mund të keni shanse për investimet mëdha. Po patjetër që e dija. E dija qoftë edhe për papunësinë, e dija edhe për mungesën e investimeve. Patjetër që kam qenë shumë i rezervuar gjatë gjithë periudhës time si kandidat për kryetar bashkie, qoftë edhe në premtimet për të cilat jam ndesh me qytetarët apo kam biseduar me qytetarët. Dhe në raport me ato që kam premtuar, unë mund të them që kam realizuar mbi 100% ato që kam premtuar. Sepse në të vërtet, duke bërë një analizë të gjendjes financiare të Bashkisë Mirëditë, përpara se sa të isha kryetari i bashkisë, jam përpjekur të jem, thash, i rezervuar të bëj premtime në mënyrë që të shoh eficiencën, të shoh mundësitë financiare dhe pastaj nuk është e nevojshme të bësh premtime. E nevojshme dhe është e domosdoshme të bësh detyrën. Unë përpiqem të bëj detyrën, që do të thotë unë investoj ato pak para që kam në ato prioritete që mund të jenë, duke menduar se ato 5 lek janë të qytetarëve, nuk janë të kryetarit bashkisë. Dhe atëherë pse duhet të jenë premtime?